Dhe kam një pyetje. Jo, do shta me thonë që a sheni bas këtij spektakli për shembull se thonë që njeriu i mirë edhe fal. Për shembull personazhet për cilat mendoni që s'keni më fol, a kishim kanë gjendje me i fal për shembull. Mentori çfarë është tu? Bashkëprezantues tani apo çfarë? A dhe pse mentori dikush nuk i ka kreu flokët, është kështu mentori, nuk ka flokë këtu mbrapa. Personazhet për cilat nga ne do gjej ata njerëz mentori pra sot është bashkëprezantuesi me disa tjerë. i Jonidës dhe i Aladinit. Pra është prezantuesi i tretë. Është një lloj tjetër ndjesie kur ti e shesh shtëpinë nga jashtë dhe hyn brenda. Si ka qenë kjo për ty? Mos guxoj Jonida ta pyesi Ludën, a ke menduar ndonjëherë të kthehesh në Kosovë, ndërkohë Ludo në Hollywood? Shumë shpejt loja mo seriozisht unë plane kam pas labit një gjujt, jo treshit për shkak. Ma i ditë ty qysh si mu ma sjell? Jo, domethënë, a i ditë ty qysh me ma sjell labinot Regja dhe atë në banën bashkë me tatër edhe Albo. A mendoni se Ludo është një version i labit më i rafinuar i labinot të Regjës apo jo? Dhe po transferohesh për në Kosovë. Kështu që besoj që edhe në fund pyetje kjo, po edhe disi e konfirmuar që informaci Big Brother të ndihmon në një mënyrë apo në tjetrën që ti të promovohesh. Se ndryshe ti nuk besoj që do merresh vendimin e rëndësishëm që të kthehesh në Kosovë. Kur? Kishe vendosur që do vdesi jashtë shtetit, kur nuk do kthehej në Kosovë. Se faktikisht ky Big Brother i hapi dyert e jetës. Domethënë tani po e presin me radhë filmat, këngët, bashkëpunimet, emisionet. Po s'kam pas kur guxim, gjithmonë më ka dukur sikur thjesht Cheers to that. Labi, me kë me që jemi të kontaktet, me kë nuk do ruash kontaktet mira. Unë foli Jonida. Keq ata që i kanë te kalu ato limite që i përmenda. Njëri prej tyre është Lavina Trexha. Labi? Çka ka bërë Labi shkret? Anyway, jam i lumtur që foli Jonida. Tjetër fakt. Mirë, Labi, edhe një pyetje. Dy pyetje Jonida. Ti ke hyrë në një tjetër moment të lojës. Si është dukur shtëpia nga jashtë dhe si është përjetimi kur hyn brenda? 365 gradë. Ndryshe. Jashtë nuk e ki përshtypjen që gjithë banorët janë aq të fokusuar në lojë. A është Siç është brenda. po ju pyes juve që jeni banor të keni qenë banor të Big Brotherit. A është totalisht ndryshe shtëpia nga jashtë se nga brenda, domethënë a është 365 gradë ndryshe?